simptomat që mund kemi me zemrën janë shtëngimi, dhimbja e gjoksit. Dhimbja e gjoksit është ajo simptomi i parë i më i rëndësishëm, edhe intensiteti i dhimbjes zakonisht tregon edhe sa është problemi, domethënë sa është i madh problemi me arteret e zemrës. Dhimbja sa më e madhe natyrisht që flet për një artere të madhe signifikante, shumë të rëndësishme në zemër, edhe zakonisht kur e bëjmë pastaj intervenime shohim që vërtet ka qenë pyetje një arterie shumë e madhe. Për dhimbjet e vogla natyrisht flasim për ndonjë arterie, ndonjë deg apo degës të arterëve të zemrës, dhe po sidoqoftë edhe ajo duhet të vlerësohet. Dhimbja është shpesh tipike, do të thotë fillon si shtëngim në rastin e gjoksit, por ndonjëherë fillon në mënyrë atipike. Edhe mjeku mund të hezitoj ta konsideroj si smundje të zemrës, për arsye se për shembull fillon dhimbja te nofulla apo dhimbje epigastike, kështu në nënkafazin, në këtë pjesën e nënkafazin e krahërorit, po gjithmonë kjo është dëshmi e infarktit të murit të poshtëm ose ngustimeve signifikante të murit të poshtëm ose arterës djathtë koronare. Zakonisht edhe shpesh herë reflekton sikurse dhimbje e lukthit ose traktit digestiv, tretjes pra, po kur është si rregull, bëjmë një EKG, edhe në EKG konstatojmë se është problemi me zemrën, nuk është problemi me lukth ose me idhë.